Një kujtim shumë të mirë, që nuk e di ty atë kujtohet, po më kujtohet si sot, është shumë e qartë. Nuk e di prej kajt jemi punëtorët, po jemi nalë me një vend edhe ti the, jëm kthy për këtë vend, jëm kthy me një mu këti vendi, edhe nuk jëm ka di hiç kam ja nis, as kam u kap, edhe ja ki nis me kajt. Më kujtohet si sot që e moment edhe thesha, adin të kom admiru, sa shumë e do në vendin tënë, edhe tash po du me të pyet për atëherë, nuk e di atë po të bjen men, pak a shumë, po mu shëtësit me letë pak. Atë kujtohet momenti që ki vendosë mu këthy në Kosovë? Pse u ktheve? Arsyeja kryesore. Do më thonë, Amerika është shtëpia jam e dytë. Kosova është atë dheu jem. Po unë kom pa premtu që kom me shku, me studiu dhe mu këthy. Edhe pse gati 10 vite, ofre 10 vite me mu bërën, që ma shumë që ndresha në Amerikë se këto. Në fund të magistraturës e kom pas një profesor që kon specialisti i orëve nukleare në Monterey Institute edhe ligjerejket e në master. Tha bes, hajde me punu. Përqesha si studente, njëra që shumësojsha, performanca jeme, hajde me punu ta në Monterey. Edhe unë nuk ja dërguva dokumentet te që kur erdi javën tjetër për i Washingtonit, tha, që ka ndodhi, thash profesor nuk më hajt. Tha pse? Thash se mu ka bo Amerika shtëpi e dytë, mu ka bo si familje e dytë, kom meqe, shoke, thash, nëse edhe në punë, e pra në një punë, është bike punë ma fa gjote me qenë, thash atyre duna me thy premtimin që e kom bo për më këti në Kosovë dhe nuk ja foli vetit, se kom premtu që kom më këthy, edhe që shtu u këtheva, me du në gjepa, me tosa më këthy në Kosovë, edhe me lonë shpinte me dytë edhe me ju këthy atë dhe atë tam, ku kisha premtu që kom më shërbi.